Jemi drejt për drejt në radio televizionin 21. Nderuar shikues, shpesh herë kemi pasur nevojë që ti dekodojmë mesazhet që kanë ardhur ose i ka shpalosur dikush, po më paralajmërimet nuk janë as të koduara e as diplomatike, por krejt të drejt për drejta. Shefi i NATO-s ditë më parë ka folur krejt hapur për një luftë. Rusia përmendet pa equivoke si kërcënimi më i drejt për drejt për Evropën dhe vendet e NATO-s. Ndërkohë Evropa po armatoset, Ballkani po rikthehet në hartë të rrezikut përmes nacionalizmave, mercenarëve, për cilët ka shkruar edhe gazeta britanike Telegraph, por edhe lufta hibride. Është një panoramë interesante në botë me rreziqe për vendin ton, veçanërisht meqense pothuajse nuk po përmendet më në strategjitë kyçe të amerikanëve. Ku e gjen vendi jon, veten përballë këtyre zhvillimeve? A jemi të gatshëm për të mbrojtur apo ka kush na mbron neve? A i kemi kapacitetet tona për të përballur me një krizë, çfarë do qoftë ajo e vogël apo e madhe, dhe kush i merr vendimet? Prishtina apo ndonjë kryeqytet në rajon apo ndonjë kryeqytet i madh botëror? Se çfarë po ndodh dhe çfarë mund të ndodh, në studio me shumë kënaqësi me ekspertin për çështjet sigurisë bisedojmë, zotin Drizan Shala. Mirë se erdhe. Përshëndetje Lorek për ju, për audiencën e RTV Nistëniqet, kënaqësia dhe imja. Faleminderit shumë, por do të flasim për diçka që nuk të garanton kënaqësi, për diçka që shefi i NATO-s po flet krejt hapur, një luftë të mundshme të Evropës, të NATO-s me Rusinë brenda pak vjetësh. Realisht ka gjasat ndodh diçka sot në botë? Para se të përgjigjem pyetjes tënde të drejt për drejt, bëre një hyrje, një skenografi të jashtëzakonshme, një përmbledhje të vendpunishteve në aspektin figurativ, me të ndaj të cilave konceptualizimi i doktrinave të sigurisë dhe mbrojtjes tani më do duhet të ballafaqohen. Ballafaqohen në aspektin vertikal dhe horizontal, duke minimizuar dhe minuar dëmet që mund të vijen nga forcat të ndryshme që kanë një qëllim dhe një synim që Evropën ta rikthejnë në arenë të ballafaqimeve dhe konfrontimeve. Pra, pyetjes tënde për rikthejmë një kundërpyetje, e cila është një përgjigje në vetvete. Ti e thove brenda viteve, po unë do t'i qëndrojmë brenda muajve. Pra në qoftë se një vit i ka 12 muaj, 2 vit i ka 24 muaj, 3 vit i 36 muaj. Pra flasemi me muaj për të kuptuar rrezikun. Pra në 36 muaj që në ardhshëm, ne do të gjendemi, referohemi qytetarëve të Evropës. Ne do të gjendemi në një konfrontim me strukturat ushtarake të konceptit ideologjik të lindjes. Frika është reale, kërcënimi është faktik, ne do duhet ta kuptojmë pozicionin tonë në arkitekturën e sigurisë, në konceptin rajonal. A e dim se ku jemi e ku gjendemi dhe në çfarë tabori duhet të marrim pjesë? Në taborin është i padiskutueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa e dim kapacitetet, mundësinë dhe gjendjen faktike. Kjo është një çështje për të cilat ne mund të diskutojmë me ditë dhe javë të tëra. A duhet që të rithirrim mendjes kuptimin vizual, spektri gjeopolitik në rajonin Ballkanit Perëndimor, të shqiptarët në të nësi, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Shkup, ta kuptojmë faktin real, kërcënimin faktik, që armiqtë shtetan, përpos mbështetjes ideologjike ushtarake që merren nga Moska, që vinë në dëzim të Beogradit. Beogradi është kërcënimi jonë real. Ideologjia e botës serbe është kërcënim për shqiptarët në Ballkanin Perëndimor. Mercenarët, kontraktorët privat ushtarak, ishte një informacion që kishte dalur para disa ditëve në Telegraf
Po edhe në mediumet të ndryshme, ne kemi potencuar këtë në 2022 në një medium tjetër në Republikën e Kosovës, që vetëm në Serbi, gjatë 2023-ës ishin krijuar apo formsuar 100 kompani të cilat ofrojnë trajnime në fushën ushtarake, ku nga këta 100 kompani, udhëhecët e tyre janë me preardhje ruse, qoftë në njësitë Spezna apo në njësitë e FSB-s, GRU-s ruse, të cilët kanë dalë në penzion në aspektin figurativisht, edhe tani merren me aktivitetin e trajnimeve të qytetarëve serbë, që më pastaj ata delegohen dhe dërgohen në frontet e luftës. Dhe si flitet, po nisëm të pjesa hibride, që flitet në aspektin e informacioneve lirik, janë mbi 500 luftëtar serb, qoftë nga Bosnia e Hercegovinës, Republika Srpska, qoftë nga Serbia, apo edhe nga Maqedonia e Veriut, që tani janë pjesë e vatrave të luftës në mbështetje të Rusisë kundër luftës në Ukrainë, kundër ukrainasëve, konceptualisht kundër mbështetjes që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Aleanca Perëndimore. Rikthimi i tyre në Ballkan mund ta imagjinoni, kemi të bëjë këtë me një batalion i cili mund të jetë i përgatitur dhe i stërvitur në fushë betejë në përdorim të teknologjive të ndryshme, por njëkohësisht edhe forma të caktuara të luftës. Pra, në këtë drejtim, ne duhet ta shohim realitetin faktik. Realiteti faktik e tregon një trend të rritjes të shpenzimeve ushtarake në Ballkanin Perëndimor. Nuk po flasim për Evropën, sepse Evropa është një blok shumë i madh konceptualizimin e akseptimit të ndryshimeve. Ndoshta mund na duken si normale investimet në pjesë të ndryshme të vendeve që janë promotorët e politikave të Bashkimit Evropian, po edhe pjesë përbërës Aleancës Veriatlantike, por ne duhet ta fokusojmë orbitën tonë në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi biseduar në studion tënd marrëveshjen ushtarake Kroaci, Shqipëri, Kosovë. Kur ishte formuar dhe publikuar, ajo marrëveshje kishte zëra të ndryshme se pse ishte bërë. Ne potencuam regionalizimin. Jo sheni edhe në strategjinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, strategjinë nacionale të sigurisë së saj. Evropa atakohet në formatin e asaj që nuk është e hapur ndaj ndryshimeve që duhet të jenë të domosdoshme. Nuk e mbështesin një liri të shprehjes edhe të eksponentëve të krajit të djathtë apo të majt, mbi të cilës dhe ndaj të cilave krerët aktual udhëheqës në nivelin e Bashkimit Evropian dhe vendet promotore të politikës evropiane, Gjermania, Franca, Italia, ishin skeptike dhe madje kishin konfrontime deklarative me shtëpinë e bardhë. Dhe kjo më pastaj është stërgjat apo shtyr dhe në konfrontimin e fundit që ka pasur edhe Merz, kancelari gjerman, sepse do t'i referohemi Gjermanisë si promotore politikave të sigurisë mbrojtjes dhe atyre ekonomike, i cilët të gjitha po Amerika nuk na sheh me këtë sy si na ka parë në aspektin historik. Pra ne duhet ta kuptojmë, ta akceptojmë këtë ndryshim që është duke ndodhur në politikat e marrëdhënieve. Ja kemi bërë ne vetës ndonjë gjë apo tjerë janë ndryshime standarde normale. Duke përshkruar gjendjen në kuadër të raporteve Gjermani me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke parë mundësinë ushtarake të Gjermanisë në raport me Amerikën, dhe tani imagjinoj raportet e Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, raportet e vendeve të Ballkanit Perëndimor nga fuqia politike, ekonomike apo ushtarake, dhe një konfrontim, një ballafaqim me mbështetësit geopolitikës dhe geostrategjisë në nivelin global, nuk do kishte me qenë favorshme dhe e akseptueshme dhe pranueshme në urat të trubullta që do të hyjmë në fillim të 2026-s, sepse rikthehemi në aspektin retrospektiv, sepse për ta kuptuar konfliktin për të cilën është duke folur në mënyrë sistematike, madje edhe nga shefi i NATO-s, 2019 Covidi ishte faza e parë e një lufte biologjike. Pra për ta bartur dhe për ta bartur në ndaljen e zhvillimeve ekonomik që reflekton në industrinë ushtarake të mbrojtjes, ku s'ka zhvillim ekonomik, s'ka mjete financiare buxhetore të shteteve përkatëse, me automatikisht investimet në pjesën ushtarake do të jetë minimale apo nuk do të ekzistojë fare. A është drejt të quhet pandemia pjesë e luftës? Ne mund ta quajmë me përgjithësi të plotë që faza e parë e një lufte që tani me vesh se ka hyrë në kanalet e saj të veprimeve.
Pastaj patëm një protokoll të veprimeve të përcaktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara të daljeve me numra tek, me numra çift, çështja e dezinfektimit. Gjitha këto përdoren ku në hapësirat përkatëse të një konfrontimit me armë biologjike apo kimike, të bëhet përgatitja psikologjike e marrjes së masa preventive për të minimizuar kontaminimin e sociopopullatës, se si do duhet të sillet në rast të një dirty bomb, që mund të vendoset në hapësira të caktuara. Prandaj ishte aja dezinfektimi, mbajtja maskës, karantenimi, gjitha këto janë elemente të cilat përdoren në ushtri për ta minimizuar bartjen apo shpërndarjen ndonjë virusit biologjiko-kimik që mund të vendosen nga strukturat armiqësore ndaj një vendit. Pastaj, zhvilloi një politikë agresive diplomatike, ndoshta spezgjati shumë, po për ta qenë koncis dhe për ta elaboruar për audiencën. Pastaj ndodhi një konfrontim diplomatik mes Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, pastaj patëm një ndryshim politik në Shtëpinë e Bardhë, ku eran republikanët dhe mori një përshpejtim të zhvillimeve. Ky përshpejtim i zhvillimeve i nxiti në aspektin progresiv në vendet e Bashkimit Evropian që të fillojnë të mendojnë për investime ushtarake, sepse Amerika tha një zëri që 80% të investime në NATO i bëjon, 20% jo. Kjo është në diskrepancë dhe në disinteresin tim nacional, sepse unë kam marrë në të minimizoj fondet e shpenzuara të taksa paguesve amerikan, ju do duhet të përkujdesni për sigurinë e juaj në qoftë se dëshironi të ekzistojë NATO-ja, të jeni pjesë përbërëse e saj. Ishin fjalë të pakoduara kuptimin e atë që ka thënë presidenti Trump në drejtim të udhëhecësve politik të Evropës që janë pjesë përbërëse Aleancës Veriatlantike. Çka ndodhi pastaj? Një garë, një rimekëmbje, një reinvestim i vendeve të Bashkimit Evropian për ta ndjekur trendin e zhvillimeve dhe për të përmbushur nevojat e tyre nacionale. Dhe duke përmbushur nevojat nacionale, u forcoi kjo nevoja e participimit në Aleancat Veriatlantike. Pas asaj, pas fazës së dytë, jemi tani në fazën e tretë, ku NATO-ja në koncept dokumentin 2030 tutje e ka përcaktuar qartë se do duhet kemi regionalizime të fuqisë së saj ushtarake, dhe prandaj Ballkani, Evropa Juglindore, pjesa e Baltikut, pjesa e Skandinavisë, ju keni vretur tani për audiencën ushtrimi Defender që kanë ndodhur, në 3 Defendera, ushtrime në përmasa të gjëra, logjikisht ka qenë bartja apo reagimi me njësitë mobile në vendet e krizave deri të rikooperimi me njësi të rregullta. Pra, përmes zbërthytutje. Është përcaktuar tërheqja e trupave amerikane që ka deklaruar Departamenti i Luftës tani më, sepse është qëndruar nga Departamenti i Pentagonit, është bërë Departamenti i Luftës. Është treguese qartë se ne jemi duke rëshitur në kanalet e fuqizimit dhe një konfrontimit ushtarak në kontinentin apo varësisht në hemisferat e interesave. Pas asaj, duke parë këtë trend të aktivitetit, duke parë investimet ushtarake, duke parë si mundësia e tërheqjes së trupave amerikane nga pjesa e kontinentit evropian, atëherë filloi NATO-ja që të përgatitet përmes Defenderit që të shiqojë kapacitetin dhe mobilitetin e strukturave Aleancës Veriatlantike se si harmonizojnë veprimet e terren, ako sinergjit veprimeve operacionale, dhe kjo më pastaj neve na bën në gjendën aktuale që jemi. Paralelisht asaj kësaj periudhe 2019 tutje, ne patëm një luftë hibride të formave të ndryshme, dimensioneve të ndryshme. Patëm një konfrontim në elementet të caktuar se varësisht nga pozicioni i shtetit, interesi i shtetit përcaktohet doktrina e hibridit. Pra nuk mund të përdoren njëta metodologji në Gjermani e njëjtat përdoret në Kosovë, apo njëjtat përdoret në Britaninë e Madhe. Varësisht nga konfiguracioni kushtetues politiko-shoqëror, përdoret një doktrinë e veçantë hibride, prandaj është hibride, dhe është bukur e vështirë që sistemi nacional ta akceptojë dhe ta pranojë që kërcënim real faktik, prandaj kërkon ndihmë dhe shpërndarje të kërkesave për të mbështetur nga kërcënimet që mund të vijë. Çka mund të ndodhë te ne konkretisht në Kosovë dhe në dorë të ku jemi ne? A na mbron dikush apo si thuhet veç në dorë të Zotit?
Ne, jo në dorë të Zotit, ne në planin tonë 10 vjeçar të transformimit të FSK-s në forcat armatosura, në fazën e tretë tani më veç se kemi hyrë, në fazën përmbyllëse. Ne në 2019 në trendin e këtij zhvillimit themi rentgenit që e bëra në pika të shkurta të zhvillimeve që kanë ndodhur, ishte lejuar edhe që të avancoj statusi, mandati i FSK-s me 3 ligje në Kuvendin e Republikës Kosovës, pikërisht për të arritur që në rast të një konfrontime të mundshëm ne të kemi një forcë të rregullt, një forcë e cila ka kryer validitetin e strukturave të saj regjimenteve në segmentet e caktuara, pra ne kemi tani më regjimentet tona në kodët e FSK-s të përmbushura të arritura sipas konceptit të NATO-s doktrinar. Dhe në këtë sferë tani më investimet që bëhen në ushtrinë e Republikës së Kosovës, ne në 2026, fund të 2026 se do të prodhojmë municionet të para. Vetëm gjatë periudhës 2024 kemi investuar 169 milion euro në ushtrinë në pjesën e pajisjeve dhe inventarit. Por gjatë tyre 5 vite kemi investuar rreth 435 milion euro. Pa janë të pakt. A do duhet që të investojmë tutje? Unë mendoj që qeveria e re, legjislatura e re që do të nga mëngjesit 28 dhjetorit, do duhet ta mendojnë një mbështetje më ndryshe. Pra, mbështetja do duhet të jetë përmes një TVSH, një tatimit i dedikuar enkas për forcën ushtarake, për ta mbështetur forcën ushtarake, jo përmes një fondi, por përmes tatimeve të përditshme që konsumatorët e Republikës Kosovës bëjnë dhe qarkullojnë, dhe ky fond i këtij tatime të kanalizohet drejt për drejt në pjesën e fundit të ushtrisë së Kosovës për ta përmbushur nevojën imediate që ne të krijojmë minimizimin e qendrave të rendesës. Është terminologji ushtarake qendra e rendesës, për audiencën është themra e akilit. Pra ne do duhet të kuptojmë ku e kemi themrat e akilit. A i dim? Besoj që në kuadrët të planit gjithëpërfshirës, në kuadrët të dokumenteve strategjike që ka Republika Kosovës, oficerët tanë në bashkërendim edhe me partnerët, sepse çdo marrëveshje ushtarake me vendet që kemi me Shqipërinë, me pjesën e Amerikës, po njëkohësisht me kroatët dhe me tutje, ka krijuar mundësinë shkëmbimit të ideve, mendimeve dhe po edhe kërkesave eksplicite për ta parë qendrat e rendesës së tyre, e kanë të çfarë i kanë ata dhe ti bën një krahasim me të tonat, dhe besoj që komponenta ushtarake e Republikës Kosovës ka tani para vetes gjitha mangësitë e mundshme operacionale, por që këto mangësitë të vogla operacionale ne do duhet ta minimizojmë në forcimin e kuadrit ton. Pra në këtë segment gjatë 2026 potencialisht do të kemi fabrikën në port për prodhim të municionit në pjesën e rajonit të Gjakovës. Njëkohësisht kompania që do të investojë është një kompani turke që është në repertuazhin e saj si kompani shtetërore publike në pjesën që vjen nga Turqia, ka kalibra të ndryshme të armatimeve të lehta dhe të rënda. Ka në repertuazhin e saj edhe prodhimin e mjeteve të blinduara që janë të domosdoshme në fushë betejë. Por që na ka mësuar lufta në Ukrainë. Lorek është një modelim i koncepteve doktrinore të veprimit në terren, manualeve të veprimit, sepse teknologjia e përdorur përmes dronëve tani kanë dëshmuar që ti mund ta kesh një ushtri super të përgatitur në aspektin kuadrovik, mund të kesh inventar apo mjete dhe pajisje ushtarake, në qoftë nuk ke veprime apo mekanizma mbrojtës ndaj dronëve që mund të blihen në markete me 30-40 euro, nuk mund të kryej asnjë punë, asnjë mjet i blinduar që mund të kushtojë me 200.000 euro. Prandaj në këtë pjesë, në këtë mes, është e qartë që ne do duhet ta shohim rreziqet që kanë kanosur luftën Ukrainë-Rusi dhe të marrim mësimet edhe të marrim veprime konkrete për ta garantuar një qëndrueshmëri deri në plotësimin e nevojave me partnerët tanë. A ka gjasa që gjithçka të përfundoj, meqense domethënë të mos ketë zhvillime të reja për të arritur te një realitet për cilën po flasim, meqense konkretisht është duke u fol, ka angazhime praktike, tashmë së fundmi edhe në Evropë për një marrëveshje të paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Ju kujtohet Lorik negociatat mes përfaqësuesve të ushtrisë lëndore të Kosovës dhe Serbisë që bëshin faktorë ndërkombëtar?
Kam qenë fëmijë, por mbaj mend diçka. Vizual, Po. të thëmë, se pjesë e audiencës na kupton. Sigurisht. Ishte Holbrook, Wesley Clark, që ishin në vizitë në takime me Miloševićin, kanë tentuar ta bindin Madeleine Albright, në Rambouillet, takime mbi takime, jo po bëhet paqja, jo s'po bëhet paqja, jemi afër paqjes, jo vënë marrëveshje. Në fund, nuk ndodhi marrëveshja, ndodhi bombardimi. Një analogji e ngjashme është tani. Negociohet dhe diskutohet. Gjatë periudhës së negocimit dhe diskutimit, tentohet që në terren ndryshojë realiteti. Dhe gjatë negociatave dhe diskutimeve tentohet që të arrihet një lloj ceasefire, një ndalesë ushtarake e luftimeve, që të rikuperohet sistemi ushtarak i vendeve të involvuar. Do duhet ta kuptojmë një gjë. Rusia brenda ditës i prodhon 190 tanke. E gjithë bashkimi evropian antar të NATO-s prodhon gjallë të 5. Nuk e them unë, e thënë generalët e NATO-s në konferencat e caktuara të cilët kanë shpalosur për audiencën publike. Udhëheqja shtabore e ushtrisë mbretërore të Britanisë së Madhe apo të Anglisë kanë thënë që të ri dhe të reja tanë do duhet përgatiten për një luftë. Generali Gjerman, shefi shtabit, po të nësën qarta që ne do duhet jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që lufta dhe targeti pas luftës në Ukrainë do të jetë Gjermania, nga ana rusëve. Njëtën linje kanë edhe danezët, të cilët kanë thënë, pra nga shërbimet tona inteligjente ushtarake me të cilët ne disponojmë nga terreni dhe nga komunikimet që bëhen, ne do të ballafaqohemi me kontekstin ushtarak. Litonia, Estonia, Latvia, vendet e Baltikut, tani më kanë ngritur gjendjen e gatishmërisë së veprimit, janë në gjendje të portokallt, të reagimit, dhe masa janë duke ndërmarrë. Francezët që kujtohet, Emmanuel Macron dhe shefi shtabit ushtrisë franceze kanë apeluar të spitalet në tërë territorin francez që të jenë të përgatitur për çfarëdo ndryshimi eventual të dhënies së ndihmës së ushtarëve tanë. Pra, në trendin e deklarimeve, në trendin e zhvillimeve, paqja nuk mund të arrihet në dialog. Sepse bota ka ndo mendjen, ta themi kështu bukfalisht, që të konfrontohet për ta minimizuar qoftë të njerën apo krahin tjetër. Për ta rikthyer tematikën në ballkonin perëndimor. Serbia në 2024 ka investuar 2.2 miliard në industrinë e saj ushtarake. Gjithë vendet e ballkonit perëndimor nuk arrin këtë shifër. Serbia gjatë 2026-s do t'i disponoj, sipas deklarimit që ka bërë presidenti i Serbisë pas takimit në Bruksel, në kazermën e Nishit, do të ketë rreth 70-80.000 dronë veçkatrues. Ka proklamuar që do të vizitoj në fillim të 2027-s Kinën për të modernizuar sistemin antiraketor, antiaeror, sepse ka i vetmi shtet i Evropës që ka sistemin anti-aeror F-4, pra në sistemin e saj të operimit. Në anën tjetër, ju e shihni një investim që është duke bërë ushtria e Serbisë. Pse është duke bërë këtë ushtrim dhe këtë investim, vetëm me ndryshimin e diçka që do të implementohet në fillim të muajit mars të 2026-s, 20.000 të ri dhe të reja nga Serbia do t'i nështrohen ushtrimit për të pajisur me një rit bazë për një konfrontim ushtarak. Pra, kjo tregon një përcaktim të qartë strategjik, që dikush i ka informacione që gjërat do të lëvizin, po trendi lëvizjes Lorek, përcaktimi i trajektorës së veprimit. Këto janë në aspektin hipotetik, mund të nxjerrim mbi 20 hipoteza dhe hipoteza mbështetëse madje. Po që ne do duhet ta kuptojmë. Trendet e zhvillimeve globale kanë impakt rajonal. Impakti rajonal i pozicionimit të interesave të shtetit në mbi bazë nacionale, pra të Kosovës, Shqipërisë, kanë një madje mund ta them pa audiencën, ekzistojnë dokumentacione të bëra të klasifikuar që në rast të një konflikti dhe involvimit të Kosovës në një konflikt armatos me Serbinë apo me çfarëdo strukturë tjetër, ushtria e Shqipërisë do të jetë në krah nesh. Kjo është arritje, themi, shekullore, ku tani më shteti shqiptar ka përcaktuar
direktivën e saj të veprimit që ta mbështes ushtrinë e Kosovës, popullin e Kosovës, respektivisht shqiptarët, për ta mbrojtur nga çfarëdo agresori deri në përforcimet më të tjera që mund të vinë nga faktorët dhe aleancat e caktuara. Prandaj, ky do duhet ishte apel për çdo qytetar të Republikës Kosovës, do duhet ishte një dritë kuqe për politikanët tanë, të gjitha subjekte politike, po flasëm të shqiptarëve të cilët udhëheqin me institucionet e Republikës Kosovës, që ta mendojnë qartazi formimin dhe përmbylljen e konstituimit të institucioneve të Republikës Kosovës në çdo formas, njëkohësisht të avancohet me një unitet të tanësishëm. Unë prapë, nëse më lejohet, është jo apel, po në kuptimin e asaj që na kemi përjetuar unë dhe ti pas luftës, ku pas zgjedhjeve që ishin bërë zgjedhjet e para, patëm një unitet i cili të kaloi përmasat të krijuara gjatë endasive gjatë procesit të çlirimit të Republikës Kosovës, ku dhe atë ndasi, nëse referohemi tani me metodologjinë aktuale, shihet që ishte një luftë speciale strukturave serbe dhe rusisë për ta ndarë popullin shqiptar në të majtë, në të djathtë, në të kusht, në të kaltërt. Dhe pikërisht veprimet që ishin bërë në atërshme nga presidenti historik i Republikës Kosovës, Ibrahim Rugova, që ta afirmoj një unitet të tanësishëm, duke mbështetur për kandidat një ish të ndjerë me kryeministrin Bajram Rexhepin, që ta udhëheq. Përkundër se kishte shumicën. Përkundër se kishte shumicën, kjo dëshmon faktin për një unitet të skajshëm, progresiv, sepse kërcënimi ishte faktik. Çlirimi i Kosovës, krijimi i institucioneve të tona, rrugtimi drejt shpalljes së pavarësisë. Pra, ne do duhet të tejkalojmë vetveten në stazë dhe afat shkurtë dhe afat mesme për ta parë dhe për ta akseptuar dhe për ta forcuar që thove ti një herë republikë, gjithmonë republikë, pa të mbjetoj Republika Kosovës, dhe kjo mund të arrihet vetëm me një sinergji të subjekteve politike të cilët mendojnë qartazi për kërcënimet faktike reale me të cilat ballafaqohet kontinenti evropian. Unë e di se do të kishim mjaftueshëm portfol, sikur të kishim më tepër minuta. Por të falenderoj shumë që erdhe sot. Kënaqësia imja të jem për audiencën juaj, është kënaqësi sepse misioni juaj tani më është duke marrë një karakter përtej konceptit të një informimit periodik, po është një mision i cili përmerr trajektorën e një komunikimit strategjik me audiencën e gjerë, pra gjithë qytetarët e Republikës Kosovës do duhet të besojnë dhe ti besojnë institucionet e Republikës Kosovës, sepse kemi djemë dhe vajza të cilët janë 24 shtatë në krye të shërbimit për ta mbrojtur dhe për ta ruajtur çlirimin, shtetin dhe për ta forcuar në përjetësinë e saj të përhershme me partnerët tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit Lori. Faleminderit shumë.